Po besoj që vetë vetëdijsimi i qytetarëve dhe raportimi raste më shumë të konfliktit interesit, apo edhe të probleme me deklarimin e pasurisë, po edhe të raste sinjalizimit, tregon që agjencia ka suksese në vetëdijsimin e qytetarëve për ekzistencën e mekanizmave, po edhe me punën e vet ka dëshmuar që është një aktor i panshëm dhe profesional. Po besoj që është vështirë të dëshmohet që agjencia nuk i ka trajtuar me seriozitet secilin raportim që na ka ardhur, pa marrë parasysh nga kush ka ardhur dhe pa marrë parasysh arsyeën se pse është bërë ai raportim. Ne kemi dërguar raste të mira edhe në prokurori, duke përfshirë edhe zyrtar të lartë aktuale, jo vetëm të ish qeverisjeve, do të kemi treguar që kemi guxim për të kryer punën tonë. Kjo është suksesi, po mendoj, besimi, rritja e besimit. Ne tashmë kemi filluar si agjenci ta bëjmë edhe matjen e kënaqësisë së publikut në punën tonë, e cila aktualisht nuk është më e mira, nga matja e parë që kemi bërë, është më shumë se 50% e qytetarëve janë të kënaqur me punën tonë, por janë rreth 45 cilët nuk janë të kënaqur. Por ajo që është e rëndësishme është që kënaqësia e për punën tonë të zyrtarët publik, të cilët janë më shumë të njohur me punën tonë, është mbi 60%. Do thotë kemi një kënaqësi goxha të mirë të publikut. Ne tashmë nga ky vit po besoj që edhe orientimin e resurseve tona do ta bëjmë në bazë të matjeve të pritshmërisë së publikut dhe të zyrtarëve publik. Ne kemi kontraktuar një kompani që bën matje të opinionit publik për na ndihmuar në këto. Do të kemi pas matjen e parë në qershor, tash do të kemi matjen e dytë në dhjetor. Po ashtu në këtë mes 6 mujor ne kemi zhvilluar disa produkte të cilat do t'i lansojmë në vazhdim dhe po besojmë se këto do kontribuojnë edhe në rritjen e fillimisht të informatave të publikut për punën tonë dhe mandatin tonë, sepse është tepër e rëndësishme që publiku ta di deri ku shkon mandati jonë. Unë kam pasur takime edhe në vendin tim nga Viu, në një vend në komunë vi nga Istogu aty, kam pasur takime qytetarë kanë thonë pse asnjë zyrtar publik nuk përfundon në burg, pse nuk i dërgon një zyrtar në burg, është dashur të shpjegoj që puna jonë është parandalim, do të është parandalim për të, nëse zbatohen masat tona, atëherë nuk kish pas nevojë që asnjë zyrtar të shkojë në burg fillimisht. E jo ne t'i dërgojmë, po kudo që ka shkelje, ne ato i raportojmë te prokuroria në mënyrë që prokuroria t'i ndjek këto raste dhe zyrtarët cilët bëjnë shkelje t'i dërgoj edhe kur është nevojshme edhe sipas ligjit edhe në masë të dënimit me burg. Dhe këto janë ato që ndoshta s'kem arritur shumë edhe t'i shpjegojmë të kaluarën, sepse resurset kanë qenë goxha të vogla. Në të kaluarën agjencia asnjëherë nuk ka pas ndonjë prodhim të vetin as për informimin të publikut. Do të këto vite, 3 vite fundit ne tashmë kemi edhe prodhimet tona, edhe videot tona që sponsorizojmë, edhe videot që dërgojmë në televizionet publike, kryesisht për shkak të mungesës së resurseve financiare për ta pasur një fushat gjithëpërfshirëse në secilin medium. Kemi pasur edhe misione ndërkombëtare që kanë ndihmuar, ne kemi pasur një fushat të kufizuar, të financuar nga Unioni Evropian për promovimin e mandatit tonë në rreth 1 vit pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për agjencinë, e cila pastaj ka pasur një lloj suksesi, po besoj. Ne kemi pasur këtë vit edhe një fushat, por e cila po besoj për shkak të na është përputhur pavarësisht me zgjedhjet e përgjithshme, nuk kemi arritur që mesazhi jonë të dëgjohet më së miri. Kjo fushat është përkrahur po ashtu nga një donator jashtë Kosovës, por për shkak të po besoj që të zgjatjes së daljes së rezultateve zgjedhjeve nuk kemi arritur që të kemi vëmendjen e duhur të publikut, por kjo ka treguar që ne kemi një vullnet për ta informuar publikun fillimisht për mandatin, të tentojmë ta fuqizojmë kanalin e komunikimit, sepse ne pa raportime të publikut dhe pa bashkëpunim është vështirë të kemi sukses.